Korridori I gjatë I spitalit rajonal të Fierit kishte një zhurmë të zakonshme mëngjesi, hapa të shpejt infermierësh, një karrige me rrota që lëvizte drejt urgjencës, thirrjet e ulta të radiologjisë që vinin nga poshtë dhe aroma e përzierë e klorit me kafen e ftohur që shndronte në përpjet. Të gjithë ishin mësuar me kaosin e ngadalë të spitalit, ku çdo histori ishte një dramë më vete, por askush nuk e priste ngjarjen që do t'i bënte të gjithë të ngrinin kokën atë ditë. Në orën 08:47, dera e sallës së pritjes u hap me forcë. Një grua rreth të 40-tave, me flokë të errët të mbledhura keq dhe sy të skuqur nga pagjumësia, u fut brenda sikur e ndishte dikush. Shuhej Adelina Kelmendi, një emër që askush nuk e njihte aty, por që pas disa orësh do të përshpëritej nga personeli sikur të ishte një legjendë urbane e re. Në duar mbante një çantë vjetër shpine që dukej më e rëndë se sa duhej, dhe me një lëvizje nervoze e la në dy sheme, ndërsa vetë u afrua sportelit të informacionit, pa marrë frymë si duhet. Të lutem, foli ajo me një zë që dridhej. Mjeku I turnit ku është? Më duhet urgjentisht. Më duhet tani, jo më vonë. Infermierja e sportelit, një vajzë e re e quajtur Vola, ngriti kokën e lodhur si dikush që pranon se ditën e keqe e kishte paracaktuar. Zonja, çfarë keni? A ka ndodhur ndonjë aksident? Keni një pacient të regjistruar? Adelina mbylli syt për një moment, si të përpiqej të mbante veten mos të shpërthente. Pastaj tha vetëm, djali im është brenda. E kanë futur dje natën. Shuat Elion Kelmendi, 16 vjeç. E sollë me urgjencë nga patosi. Dua të flas me mjekun e tij. Vola hapi kompjuterin, vështroi listën e pacientëve dhe syt ju zgjeruan për një sekond. Ajo e njohu emrin. Pacienti I ri që pranuar në gjendje të rëndë, me një diagnozë që kishte alarmuar gjithë repartin. Nuk dha detaje, sepse nuk I takonte, por qarta su tensionua. Doktori është në vizita zonjë. Do ta thëras. Uluni pak, por Adelina nuk u ul. Ajo nisi të este para mbrapa ngadalë, pastaj më shpejt, sikur dyshemeja e spitalit po I dishte këmbët. Po atë çast, nga pas saj hyri edhe një burr I gjatë, I thinjur, me gjupë të zi dhe një telefon në dorë. Ishte Ardiani, kunati I saj, që kishte sjell në spital me makinë. Ai I foli me një zë të ulët. Adelin, të lutem qetësohu pak. Mjekët do flasin. S'bën kështu. Ajo nuk e dëgjoi fare. Syt I mbante të dera e korridorit të mjekëve, sikur priste të dilte dikush që t'i jepte lajmin që ajo e dinte se do ta coptonte. Dhe pastaj ndodhi ajo që askush në korridor nuk e priste. Adelina ul ngadalë në gjunjë. Askush nuk kuptoi pse, derisa duart I përplasi në dy sheme dhe një rënkim I thellë, I dhimbshëm, I thyrë doli prej saj. Ishte një tingull që dukej sikur dilte nga barku, jo nga goja. Një rënkim që të ngrinte qimet e krahëve. Një dhimbje primitive, e një nëne që kishte mbajtur brenda gjithë natën frikën më të madhe në botë. Korridori heshti. Infermierët ndaluan ecjen. Një plak që po priste serumi ngriti kokën ngadalë. Edhe një djalë I ri që po diskutonte me një mjek për analizat e gjakut u kthye me çudi. Pastaj, ajo nisi të çante me zë. Jo si një nën që çan në heshtje, por si një nën që çante duke I folur dikujt që se dëgjonte më. Zot, mos ma merr djalin, përsëriste ajo pa e ngritur kokën. Ardiani u përkul ta ngrite, por Adelina e shtiu me një forcë që askush nuk do t'ja besonte. Juri duart. S'dua ngushëllime. Dua të më thonë të vërtetën. Dhe si me regji, dera e korridorit u hap. Prej saj doli një burr rreth të 50-tave, me mantelin e bardhë ende të palosur të shpatullat, të lodhur e të rënduar. Ishte doktor Ilir Dameshi, një neurolog I njohur në spital, njëri serioz, I ftohtë, gati robotik në sjellje. Ai e pa gruan në dy sheme, pastaj pa Volën, pastaj Volës ju desh të fliste. Doktor është nëna e Elionit. Ai dha një frymë të thellë. E dija se do vinte. Sa e pa, Adelina u ngrit si e goditur me rrymë dhe ju afrua aq shpejt sa infermierja mendoi se mos do rrëzohej. Syti ishin mbushur me lotë që rridhnin pa ndalur. Ajo nuk tha asnjë fjalë të qartë. Thjesht përshpëriti. Më thoni çka djali im? Më thoni të vërtetën, ju lutem, vetëm të vërtetën. Doktori uli kokën për një moment. Dhe pastaj tha fjalën që asnjë nën nuk do ta dëgjonte. Gjendja e tij është shumë e rëndë, zonjë. Po bëjmë gjithçka, por fjalit e tij nuk mbaruan. Sepse Adelina bëri pikërisht atë që askush se priste. Ajo u hodh drejt tij, jo për ta goditur, por për ta mbajtur nga krahu sikur po I luteshe Zotit në formën e një njeriu. Zëri I saj dridhej, fryti I përvlon, por fjalia doli qartë, si britën që u përhap deri në fund të korridorit. Doktor, ju lutem, mos e lini të vdes. Së djali e KK. Nuk ka faj për atë që unë fsheha gjithë këto vite. Korridori ngriti kokën. Infermierët u ngrin. Doktori u zbe.
Dhe kështu filloi historia që askush nuk e priste. Adelina mbeti e ngurtësuar përballë mjekut, por lotët e saj tashme nuk ishin më britma që tunin korridorin, ishin të qeta të rënda sikur çdo pikë që binte mbi dyshe me mbante një copës historie të pathën. Doktori Iliri e pa për një moment pa folur. E njëjta atë shikimin e një njeriu që nuk jep të thjesht dhimbje, por edhe faj të trashëguar, të grumbulluar për vite të tëra. Përvoja i kishte treguar se dhimbja e prindërve ndryshonte në formë. Disa qanin pazë, disa kërkonin fajtor, kurse disa të tjerë, si Adelina, kishin brenda një të qartë padukshme, të cilën vetëm tragjedia e shpërbënte. Ai e udhëhoqi drejt një dhome të vogël pranë zyrës së tij, jo për ta qetësuar, por sepse intuita i tha se ajo nuk mund të përballonte dot rrëmujën e korridorit. Ajo hyri brenda duke mbajtur çantën e dorës të shtrënguar fort, sikur brenda saj ishte i gjithë shpëtimi që kishte mbetur. Në zyrën mbretëronte ajo qetësia klinike që e ka vetëm spitali në orët e para të mëngjesit, dosi të vendosura sipas radhës, një printues që gërvishte ngadalë dhe dritarja ku hyu një vijë e thinjur drite. Adelina ul pa e kërkuar fare leje, sikur forcat e saj ishin ndërprer sapo dera u mbyll pas saj. Doktori qëndroi për pak qaste në këmbë, duke studiuar fytyrën e saj, vijat e lodhjes, rrudhat e theksuara rreth syve dhe një lloj tensioni të rrallë që vështirë gjeje të një nëne zakonshme. Mjeku nisi t'i shpjegonte gjendjen e Elionit, por jo me fjalë të shpejta, jo me terminologji që s'kuptoi. Ai fliste butë, ngadalë, duke e bërë nënën të kuptonte çdo element, momentin kur djali kishte humbur ndjenjat, çfarë kishte sjellë në këtë gjendje, përpjekjet e stafit për ta stabilizuar, komplikacionet që kishin lindur gjatë natës dhe rrezikun që ende nuk hiqej. Adelina dëgjonte pa e ndërprer asnjëherë. Nuk e ngriti kokën në asnjë moment. Sikur çdo fjalë që mjeku nxirrte remonte diçka në kujtimet e saj të largëta, duke i sjellë ndërmend se sa pa kontroll, kishte pasur mbi disa rrjedha të jetës. Për disa minuta që më pas, peshë fjalive të Ilirit rëndoi në ajër. Adelina, e mbështetur në karrige, nuk i fshiu më lotët. Ato thjesht rridhnin, pa dhunën e mëparshme, por si rrjedhë qete një lumi që ka gjetur hapësirë të dalë mbi tokë. Pas një pauze të gjatë, ajo ngriti kokën dhe sikur më në fund kishte gjetur guximin të nxirrte atë që e kishte gryer nga brenda, filloi të tregonte. Fillimisht me hezitim, pastaj me një rrymë të pandalshme fjalësh që nuk kërkonin as ndërhyrje, as pyetje, sepse dhimbja e saj kishte nisur të formohej në fjali shumë kohë më parë, sot vetëm po gjente një dëshmitar. Ajo rrëfeu që gjithçka kishte nisur vite më parë, para se të transferoheshin në firë. Rrëfeu se Elioni nuk ishte thjesht një djalë i sëmur që erdhi pa pritur në spital, ai ishte një fëmijë që kishte lindur në rrethana të vështira, midis një martese që kishte marrë të pjetën herët. Babai i tij, i quajtur Ron Kelmendi, kishte qenë njeri i pashëndetshëm emocionalisht, i dhunshëm në heshtje, jo në grushta por në fjalë, në marrje vendimesh të pamenduara, në mungesë përgjegjësie. Adelina nuk e kishte pranuar kurrë hapur, por djalin e ishte përpjekur ta rritë në një mënyrë që të mos e ndjente fare atë atmosferë. Por Roni rreth 2 vjet më parë kishte humbur jetën në një aksident, dhe pas atij momenti krisit e vogla brenda Elionit nisën të dukeshin qartë. Djali nuk fliste shumë. Nuk shpjegonte kurrë ç'të keqe e diçte për brenda. Por kishte net kur Adelina e dëgjonte të merrte frymë shpejt, si dikush që luftonte me ëndra të këqija. Ajo ishte përpjekur ta shtyjë ta hapte zemrën të rrëfente. Por Elioni ishte rritur duke mësuar se burrat duhet të heshnin, se dhimbjet ruheshin, jo tregoheshin. Ajo tha se frika më e madhe e saj kishte qenë gjithmonë që një ditë djali do të thyhej në një mënyrë që ajo nuk mund ta rregullonte dot. Dhe tani, me djalin në reanimacion, kjo frikë nuk dukej më paranojë, por një realitet që e kishte kapur nga fryti. Fjalët e saj nuk ishin dramatike. Ishin të buta, të ngadalta, por ishin të atilla që të sillnin një peshë të mbyllur në gjoks. Mjeku e dëgjoi pa e ndërprer as një sekond. Ai kishte qenë dëshmitar i shumë tragjedive, por Adelina kishte një mënyrë të rrëfyerit që dukej sikur fliste me shpirt, jo me goje. Pastaj ajo shtoi se mbrëmjen para se ta sillnin në spital, Elioni kishte ardhur në shtëpi më herët se zakonisht. Ishte mbyllur në dhomën e tij dhe kishte qëndruar aty për orë të tëra. Adelina e dinte që diçka nuk shkonte, por e njihte temperamentalitetin e tij, nuk donte pyetje direkte, nuk donte të ndiejë në impresion. Ajo i kishte lënë pak hapësirë, duke shpresuar se më vonë ai do dilte vetë të fliste. Në vend të kësaj, në mesnatë, dëgjoi trokitjen e lehtë në derën e saj, më të butën që kishte dëgjuar ndonjëherë prej tij. Kur hapi derën, e gjeti të zbehet, të dridhur me duart e ftohta. Ai nuk foli. U përkul drejt saj dhe ra në tokë. Aty nisi gjithçka. Adelina e përshkroi atë natë me shumë detaje, mënyra si duart i kishin dridhur teksa merrte telefonin, frika mos ai ndalonte së marr frymë, momenti kur ambulanca mbërriti dhe ajo pa mjekët duke punuar mbi trupin e tij të pafuqishëm. Kishte qëndruar te dritarja e urgjencës me zemrën që i rrihte në fyt.
Asnjë nën nuk mendon kur se do e shoh fëmijën e saj të shtrirë ashtu, me stelash, serumesh dhe pajisjesh që numëronin çdo rrahje të zemrës së tij. Dhe pastaj, me zë më të qetë se sa duhet, ajo i tha doktorit se brenda çantës që kishte sjell me vete ndodhej një letër që djali i kishte lënë mbi tavolinën e tij. Ajo kishte frikë ta hapte. Nuk kishte guxuar. Letra ishte nisje së vërtetës që ajo nuk donte ta dëgjonte, por që gjithsesi e kishte sjell me vete, sikur në atë cop letre fshihej diçka që mjeku duhej ta dinte dhe jo vetëm ajo. Adelina e vendosi çantën mbi tavolinë, duke e shtyrë ngadalë sikur po dorëzonte provën e fundit të një jete të munduar. Nuk e hapi vetë. Thjesht tha se djali kishte qenë i mbyllur, i vrarë shpirtërisht, dhe se ajo vetë kishte bërë një gabim shumë vite më parë, një gabim që sipas saj ishte rënja e gjithë kësaj. Ajo nuk e shpjegoi ende se cili ishte gabimi. Ishte si një re e rënë që erdhi në zyrë dhe mbeti pezull, duke pritur momentin e duhur të zbulohej. Mjeku e kuptoi që rrëfimi sapo kishte filluar, Adelina nuk e preku më çantën. Ajo qëndroi me duart e mbledhura në prehër, duke parë duart e veta sikur shihte duart e një personi tjetër, të një gruaje shumë më të vjetër se mosha e saj. Doktori Liri e vuri re këtë, duart janë ato që tregojnë më shumë për një njeri të lodhur, më shumë se fytyra, më shumë se lotët. Duart e Adelinës dukeshin si duar që kishin mbajtur gjithçka, por nuk kishte më forcë t'i mbanin gjërat brenda. Spitali vazhdonte ritmin e tij pas derës së mbyllur. Vinin dhe shikonin njerëz, makina të reja të urgjencës hynin në obor, një foshnjë çante diku në katin sipër, dikush po merrej me një krizë paniku në dhomën ngjitur, por brenda zyrës mbizotëronte ajo heshtja e ngarkuar që të bënte të dëgjoje, edhe rrahjet e lehta të orës së murit. Vija e dritës prej dritarës rrëshiste deri në çantën e Adelinës, sikur edhe ajo dritës bet donte të kuptonte çfarë fshihej brenda. Doktori Liri e ndjeu se Adelina nuk ishte e gatshme të tregonte gjithçka menjëherë. Rrëfimet e vërteta nuk dalin si breshëri, dalin si pika që herë të ngopura me ndjesi, herë të thata, por asnjëherë të plota në fillim. Ai vendosi të mos e shtypte, sepse kishte parë shumë prindër që nën presion thyenin atë orë të fundit të besimit. Ai e pyeti me ton të butë nëse donte ujë. Ajo lëvizi kokën lehtë, pa folur. Ai i vuri një gotë mbi tavolinë, por ajo nuk e kapi. Shndroi statike, e ngulur në vend sikur frika se mund të humbiste kontrollin mjaftonte për ta ngurtësuar. Pastaj, pothuaj papritur, ajo nisi të fliste prap, por këtë herë zëri i saj ishte më i ulët, më i drejtë, më i matur. Nuk kishte më rrëfim emocional të mbrëmjes së natës, kishte një histori të brendshme të vjetër që dukej se kishte thënë asnjëherë me zë të lartë. Më shumë se rrëfim, dukej si një pranim i rënd. Ajo tha se jeta e saj nuk ishte qenë kurrë e zakont. Se kishte dalë nga një familje ku asgjë nuk ishte e thënë në mënyrë të drejtë për drejtë. Sekretet ishin tradit. Heshtja ishte mënyrë komunikimi. Nëna e saj kishte qenë një grua e ashpër, e rritur në malësi, e mësuar të duronte, të mbante veten, të mos ankohej. Babai, punëtor i palodhur, por njëri prej atyre që në momentet e vështira tërhiqeshin në vetvete. Në një shtëpi të tillë, Adelina kishte mësuar qysh herët se dhimbjet nuk ndahen. Ato thjesht shtyen brenda, derisa gjen vetë rrugën për të dalë. Kjo kulturë e heshtër u bë pjesë e saj, dhe pa e kuptuar, e çoi edhe në martesë. Kur u martua me Ronin, ajo nuk zgjodhi me zemër, por me bindjen se martesa ishte kapitulli i natyrshëm i jetës së një vajze dhe se dashuria mund të vinte më vonë nëse i jepje kohë. Por dashuria nuk erdhi kurrë. Roni, me temperamentalitet të paqëndrueshëm, më shumë ngjan se donte një bashkëshorti se sa një bashkëshorte. Mblidhte gjëra brenda vetes dhe pastaj i shpërthente në mënyra të çuditshme. Heshtje të gjata, mbyllje ditë natë në dhomë, mungesë për disa ditë pa paralajmërim. Adelina thjesht duronte. Kur lindi Elioni, ajo u bë nën me një ndjenjë të dyfisht, gëzim dhe frikë. Gëzimi i parë sepse ai fëmijë ishte i vetmi dritë që kishte parë në atë martesë. Frika e dytë sepse ajo e dinte se Roni nuk do të ndryshonte. Dhe nuk ndryshoi. U bë më i tërhequr, më i vakët, më pak i pranishëm. Kishte ditë kur futej në dhomën e tij dhe nuk i fliste askujt. Adelina e riste djalin pothuaj e vetme. Ajo e mësoi të ishte i fortë, i qetë, i sjellshëm. Por ndonjëherë, kur e vështronte, e shihte që brenda tij rritej një lloj trishtimi që ajo nuk dinte ta shpjegonte. Ai nuk kishte qenë kurrë problematik, por kishte qenë gjithmonë i mbrojtur si dikush që ruan një botë të brendshme që askush nuk e prek. Ndërsa rrëfente, Adelina prekte gotën e ujit me gishtin e madh, por nuk e ngriti nga tavolina. Tonet e saj ishin të ulëta, por të qëndrueshme. Duke se kishte hyrë në atë nivel të thellë të kujtimeve, ku një njeri flet, pa menduar se po dëgjohet. Ishte një rrjedhë natyrshme, e pandalshme, që vinte nga thellësitë të një kujtese të mbushur me hije. Ajo tha se gjërat u përkeqësuan pas vdekjes së Ronit. Jo sepse e donte akoma, por sepse brenda familjes së gjerë nisën të dalin gjëra që ajo nuk i kishte ditur.
Fjalë të vjetra, histori të pathëna, sekrete që lidhnin familjen e Ronit me disa borxhe të errëta, me njerëz që Adelina nuk I kishte njohur kurrë. Ajo I mori këto fjalë si thashë theme dhe I la pas koke. Por kishte një gjë që e kishte trembur më shumë se të gjitha, një dokument I vjetër që kishte gjetur rastësisht në një prej sirtarëve të Ronit disa muaj pas vdekjes së tij. Aty përmendej diçka për një diagnozë të fshehur, diçka që Roni e kishte marrë vite më parë, para se të martoheshin. Adelina nuk e kishte kuptuar saktësisht se çfarë ishte. Nuk donte ta besonte. E kishte hedhur dokumentin në një kuti të vjetër, si shumë gjëra të tjera që nuk donte t'i përballonte. Por ishte sëmundje. Diçka pothuaj gjenetike. Diçka që mund të ishte trashëguar. Dhe kjo fjalë, trashëguar, ishte bërë si një gozhë në zemrën e saj gjatë gjithë këtyre viteve. Ajo kurrë nuk I kishte thënë Elionit, as mjekëve, as askujt. Dhe tani djalin e kishte në reanimacion. Ajo e mbylli rrëfimin duke thënë se letra që ai kishte lënë në tavolinë mund të kishte lidhje me atë që ajo kishte fshehur. Mund të mos kishte, por fakti që djali kishte humbur ndjenjat pikërisht atë natë bënte çdo mendim të saj të kthehej në faj. Doktori e dëgjoi me kujdes, por ai e dinte se letra kishte një peshë tjetër. Një letër e lënë nga një djalë 16 vjeçar në prag të kolapsit shpirtëror, nuk ishte diçka që e anashkaloje. Ai e pa çantën, pa duart e Adelinës dhe e kuptoi se aty fshihej jo thjesht një sekret, por një gur I rënd, I heshtur, I cili kishte shtypur një familje të tërë për vite me radhë. Në reanimacion, diku në fund të korridorit, makinerit vazhdonin të punonin mbi trupin e djaloshit. Ritmi I rrahjeve të zemrës së tij vinte si tingull I largët, përmes ajrit të ngarkuar. Drita e orëve të para të mëngjesit vërshonte nga dritaret e gjata të spitalit, por brenda zyrës ajo dritë duke e pamjaftueshme për të ndriçuar hijen e rënd që kishte nisur të përhapej nga e shkuara e Adelinës. Ajo nuk qau më. Lotët I kishin shtëruar, por fytyra e saj tregonte një dhimbje më të thellë se lotët, dhimbjen e një nënë që pranon se ndoshta e ka çuar vetë fëmijën drejt një rrugë të rrezikshme, pa dashur, pa kuptuar, por gjithsesi drejt një errësire që tani po e përballonte. Dhe letra, ajo letër e vetme e pa shitur nga çanta, beti e paprekur, e pa shpjeguar, e pa shpalosur. Për momentin, dritat e spitalit kishin marrë një nuancë të zbet gri, ndërsa dita avanconte. Ato drita që natën duken të forta, të ashpra, tani të jepnin përshtypjen e një lodhjeje të padukshme, sikur edhe vetë spitali, me gjithë zhurmën dhe punën e pandalshme, fillonte të raskapitej nga bara e historive njerëzore që I kalonin nëpër korridore. Karrigja ku Adelina ishte ulur duke më e vogël se trupi I saj, më e ngushtë për peshën e gjithë atyre viteve që tani po I rrinin mbi supe. Në reanimacion, monitorët kishin vazhduar të regjistronin jetë, por jetë të brisht, jetë të varur nga tela dhe ritme digjitale. Doktori Iliri e dinte që çdo orë që kalonte ishte kritike. Ai hyri disa herë brenda, kontrolloi parametrat e trupit të djalit dhe përpiqej të lexonte në fytyrën e tij të çet një shenjë zgjuarjeje, një kontraktim, një reagim. Por Elioni rrinte I njëjtë, I palëvizur, I qetë, si dikush që ishte nisur diku thellë brenda vetes dhe nuk gjeti rrugën për t'u kthyer. Diku nga ora 11 e paraditës, spitali nisi të zhurmonte më shumë. Ishte ai moment kur njerëzit vinë për të afërmit, kur urgjenca sjell rastet e para të ditës, kur infermierët ecin me ritëm të ngarkuar dhe mjekët mblidhen për vizitat e mëngjesit. Por korridori ku ishte Adelina dukej si një realitet paralel. Aty, koha nuk kishte të bënte as me orët, as me ritmin. Aty koha ishte lidhur me frymëmarrjen e një djali dhe me peshën e një letre që ende nuk ishte hapur. Adelina e ndjeu që ajo letër nuk mund të qëndronte më e mbyllur. Diçka brenda saj, një shtrëngim që I vinte nga stomaku drejt gjoksit, I tregonte se ishte koha të përballej me atë që djali I kishte dashur të thoshte. Ajo e mori çantën mbi prehër, e hapi me lëvizje të ngadalta dhe ngjori zarfën e bardhë që tashmë kishte marrë një ngjyrë të zbeth nga duart e ftohta të saj. Nuk e hapi menjëherë. Ria duke e shikuar, sikur letra ta shikonte atë mbrapsht. Kur më në fund e sheu me kujdes dhe ngjori fletën, duart I dridheshin, por jo nga frika, nga pritja. Kishte qenë aq gjatë duke u fshehur nga e vërteta, saq tani dridhja I ngjante një lloj lehtësimi, si të çlirohej nga një peshë që e kishte mbajtur për vite, edhe pa e ditur. Shkrimi I Elionit ishte I qetë, I rregullt, por me një lloj shtypje të lehtë në disa rreshta, sikur ai të kishte ndaluar për pak para se të vazhdonte. Letra nuk kishte shumë fjalë. Nuk kishte lutje, as akuza, as dramatizim adoleshentësh. Vetëm një rrëfim I qartë, I ashpër, I sinqert. Ai shkruante se prej muajsh kishte ndjer një lodhje të pashpjegueshme, jo fizike por mendore. Se kishte ndjer një terr të brendshëm që nuk arrinte ta shpjegonte me askënd. Se kishte momente ku nuk shihte asgjë përpara vetes, si të ecte në një mjegull që nuk të lejonte të shihej as të djeshmen, as të nesërmen. Ai shkruante se kishte frikë të fliste, sepse nuk donte ta mërziste nënën.
nuk donte të ishte barë. Dhe mbi të gjitha, kishte frikë se çfarë do të mendonin të tjerët. Ai mandej përmente një fakt që ndezi diçka thellë brenda Adelinës. Shkruante se një ditë, duke kërkuar disa dokumente të vjetra në sirtarin e babait, kishte gjetur një raport mjekësor. E kishte lexuar dhe ishte tronditur. Kishte kuptuar se ndoshta ai vetë kishte trashëguar diçka që nuk e kuptonte dot. Kjo e kishte konsumuar. Nuk kishte guxim t'ia përmente nënës. Ai nuk ishte i sigurt çfarë kishte ndodhur brenda tij atë natë, por thoshte se mendonte se mos fajtori ishte trupi i tij, mos ai dokumenti vjetër kishte qenë paralajmërim. Dhe letra përfundonte me një fjali që e preku Adelinën më shumë se çdo fjalë tjetër. Mami, nëse më ndodh gjë, mos e fajso veten. Un kam qenë duke u përpjekur shumë. Thjesht nuk po e gjeja dot dritën. Ajo nuk qau. Lotët nuk i dolen më. Vetëm uli letrën mbi prehër, mbylli sytë dhe mori i frymë thellë. Tani kishte dy të vërteta përballë vetes, të shkuarën që kishin fshehur dhe të ardhmen që varen nga sekonda që iknin. Doktori liri hyri ngadalë brenda zyrës. Ishte i heshtur këtë herë. Ai e pa letrën në duart e Adelinës dhe e kuptoi se kishte ardhur çasti që gjithçka duhej lidhur. E shikuara e burrit të saj, frika e trashëgimisë, kolapsi i djalit dhe ajo heshtje masive që kishte qëndruar mbi këtë familje për vite. Ai i tha qetë, me zërin e ulur, se analiza e parë që kishin bërë kishte treguar një gjendje të rrallë neurologjike, diçka që shpesh lidhte predispozita gjenetike me stresin e akumuluar. Nuk ishte e sigurt, por duhej të kontrollonin historinë e familjes. Duhej të gjenin dokumente. Duhej të dinin më shumë. Adelina nuk foli. Thjesht i dha letrën doktorit. Ishte hera e parë, pas 16 vitesh, që ajo i besonte dikujt një pjesë të errët të jetës së saj. Pikërisht në atë çast, infermierja hyri me hap të shpejt, me fytyrë të tensionuar. Nuk foli gjatë. Tha vetëm kaq. Po ka lëvizje. Ajo fjalë bëri që koha të thyhej, të shpejtonte, të përplasej në morin e frikës dhe shpresës njëkohësisht. Adelina u ngrit aq shpejt sa karrigja lëvizi prapa dhe goditi murin. Zemra i rrite fort, por nuk kishte frikë, kishte përqendrim. Ajo shkoi drejt reanimacionit, me hap të shpejt, me frymë të rënduar, por me trup më të lehtë se orët e mëparshme. Dera e bardhë u hap. Ai dritimi i ftohtë i sallës ju përplas në sy. Doktori liri hyri pas saj. Infermierët po kontrollonin aparaturat, duke analizuar ndryshimet. Dhe pastaj, buz dritës aparatit që tregonte rrajet e zemrës, ajo pa gishtat e djalit të lëviznin. Fillimisht pak, pastaj më qartë, një kontraktim i vogël i dorës si të donte të kapte diçka në ajër. Dhe pastaj, më në fund, që pallat e tij u drodhen. Adelina përkul kokën mbi të birin, por pa bërtitur pa qarë, pa lëshuar emocion si shpërthim. Ajo që ndjeu nuk ishte shpërthim. Ishte kthim. Kthimi një jete që ajo mendoi se mund ta humbiste. Kthimi një drite që djali i kishte kërkuar, dhe tani dukej se po e gjente. Kthimi diçkaje që ajo e kishte humbur me vite, besimi se e vërteta e thënë nuk të shkatëron, por të shpëton. Dhe kur sytë e Elionit u hapën shumë ngadalë, si ata të njerëzve që ngrihen pas një udhëtimi të gjatë në errësirë, ai nuk foli. Por e pa nënën. Dhe ajo pa në sytë e tij atë dritë që ai nuk e kishte gjetur dot vetë natën e shkuar. Tani ajo dritë ishte kthyer. Dhe me të edhe jeta. Mjekët do të kishin ende punë. Analizat historit, e vërtetat gjenetike duhet të zbuloheshin. Do të kishte ditë të vështira, biseda të rënda, shpjegime për t'i dhënë djalit. Por ajo zgjidhje që vite të tëra heshtje nuk e dhanë, tani kishte nisur të formohej në dritën e re të atij mëngjesi të mbushur me shpresë. Në korridor, njerëzit që kishin parë Adelinën duke qarë natën e shkuar, tashmë e pan të shëndronte drejt, e qetë, me një forcë re që dukej sikur vinte nga vetë shpirti i saj i konsumuar por i pamposhtur. Askush nuk e dinte historinë e saj. Por në Shqipëri, në ato godina spitalore ku jeta dhe vdekja takohen çdo ditë, njerëzit dallojnë shpejt një nën që sapo ka fituar një betejë të madhe. Adelina mbajti dorën e djalit fort, pa folur. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ajo ndjeu diçka që e kishte humbur krejt, qetësinë e brendshme. Një qetësi e thellë, e merituar, e dhimbshme, por e vërtet. Historia nuk kishte mbaruar, por ajo pjesa më e errët, ajo që e kishte ndjekur si hije, ishte thyer. Dhe drita, ajo dritë që djali kërkonte, më në fund e kishte gjetur. Në mënyrën më të vështirë. Por e kishte gjetur,